Ka nisur zbatimin marrëveshja për njojën e periudhave të kontributeve mes Shqipërisë dhe Italisë që u jep mundësinë emigrantëve shqiptar që të trajtohen me pension në Itali dhe në Shqipëri në të njëjtën kohë. Nga kjo marrëveshje përfitojnë rreth 500.000 qytetarë shqiptar emigrantë që jetojnë dhe punojnë në shtetin fshinj dhe rreth 4.000 italianë që kanë leje shëndrimi në Shqipëri. Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes, personat që janë në prag pensioni duhet të aplikojnë pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore respektiv shqiptarët në Itali dhe italianët në Shqipëri duke bërë të mundur marrjen e 2 pensioneve, sipas viteve të punës që ka derdhur kontributet. Marrëveshja mes 2 vendeve për njojën e kontributeve të sigurimeve shoqërore u nënshkrua më 6 shkurt të vitit 2024. Marrëveshja u finalizua me dokumentin përkatës që u dorëzua kryeministrit Rama në mesin e muajit maj nga homologja e tij italiane Giorgia Meloni, gjatë vizitës së saj në Tiranë për samitin e Komunitetit Politik Evropian. Nga viti 2005 deri më sot, Shqipëria ka nënshkruar rreth 28 marrëveshje në fushën e sigurimeve shoqërore, mes të cilave me Turqinë, Belgjikën, Hungarinë, Luksemburgun, Çekinë, Maqedoninë e Veriut, Gjermaninë, Austrinë, Bullgarinë, Kanadan, Rumaninë, Kosovën, me Konfederatën e Zvicrës dhe me Kroacinë. Sa kaq në fuqi pritet të hyjë dhe marrëveshjet me Malin e Zi e Bullgarinë. Procesi më i gjatë dhe më i vështirë për palën shqiptare është ai me Greqinë.